socialiste, e cila zëvendësoi një tjetër grua socialiste, jam i bindur që nuk është dhe aq e largët dita, sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre, dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Po shikoni se si ne kemi rritur pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në kuvëndet vendore, në Këshillat Bashkiake, ku ka qenë Partia Socialiste gjatë gjithë kohës, që ka tërhequr të tjerët dhe ku në mënyrë të vazhdueshme ne këto e kemi vënë si kusht për të kaluar më tej në miratimet e ligjeve zgjedhore. Në 2011 kishte vetëm 12% gra dhe vajza. Në 2015 kishte 35% gra dhe vajza. Në 2019 kishte 43% gra dhe vajza dhe në 2023 kishte plot 50% gra dhe vajza. Që është një risi historike për Shqipërinë, por është edhe një risi absolute për gjithë rajonin ton, ku asnjë nga vendet e tjera as nuk na afrohet në këtë aspekt. Sot në administratën tonë publike, gratë dhe vajzat janë më shumë se sa gjysma dhe po ashtu më shumë se sa gjysma e drejtuesve në administratë janë gra dhe vajza. Por unë jam vërtet shumë i inkurajuar nga një fakt tjetër, që numri i grave sipërmarrëse në Shqipëri në drejtimin e ndërmarrjeve aktive ka arritur në thuajse 30%. Dhe kjo është një shifër e paimagjinueshme, një tjetër shifër e paimagjinueshme deri disa kohë më parë. Dëgjoni tjetrën, kur ne kemi ardhur në detyrë, gratë dhe vajzat me uniformën e policisë shtetit ishin më pak se 5%. Ndërsa sot ato janë 3 fish. Dhe kontributit të tyre ja kemi parë hajrin dhe në disa pozicione të posaçme që u krijuan për to, në ndihmë të grave të dënuara apo në mbrojtje të fëmijëve të rrezikuar. Ndërkohë që publiku e ka pritur shumë mirë dhe ju e dini shumë mirë edhe përfshirjen e tyre në patrullën e përgjithshme. 10% ishin gratë dhe vajzat në uniformë në forcat tona të armatosura, sot janë mbi 20%. Por më e rëndësishme akoma është që 22% e tyre janë me gradë oficeri. Tani sinqerisht unë nuk e di. Nëse ne do kishim arritur ta mbyllnim TikTokun dhe t'i merrnim në mbrojtje fëmijët tanë nga ato kanosit e frikshme të asaj platforme, pa ndjeshmërinë e posaçme të nënave të nxënësve dhe njëkohësisht të grave dhe vajzave mësuese, të cilat përbëjnë 80% të trupës kombëtare mësimore. Po ajo që unë di është se mbështetja e tyre për idenë e mbylljes së asaj platforme ishte pothuajse 100%, ndërkohë që e burrave jo edhe aq. Unë di po ashtu që ndocit më të mëdhenj të rrjeteve sociale nuk janë gratë dhe vajzat. Apo është tjetër kush. Ashtu si kundër dhe ndocit më të mëdhenj të gjithë mexhelisit të debatit publik dhe mediatik i përkasin botës mashkullore. S'po shkoj më tutje dhe jam i bindur që s'po them asgjë tre këtu, por qa thash dhe shumë çka tjetër që mund thuhet për gratë dhe vajzat në raport me burimet e problemeve tona sociale, tregon thjesht se sa më shumë shoqëria jonë ta pranoj dhe ta mbështes potencialin e tyre të jashtëzakonshëm, aq më mirë është edhe për burrat pa asnjë diskutim. Nga ana tjetër, njoja, mbështetja dhe promovimi i këtij potenciali nga ne, Partia Socialiste, si forca më e madhe politike shqiptarëve, ka një rëndësi të posaçme për të adresuar problemet ende jo të pakta dhe jo të vogla të botës grave dhe të vajzave në tërësi në botën shqiptare. Në të gjithë rrugtimin ton të shtetbërjes europiane,
ku reformat shpesher të vështira, masat shpesher shtrënguse, mundësit shpesher të pamjaftueshme, që i kanë kufizuar jo pak dëshirat tona për të rritur më shumë shpenzimet buxhetore të shtetit në funksion të buxhete familjare, ne nuk e kemi harruar asnjëherë, asnjë minutë, se njerëzit janë arsyeja madhore e qeverisë sonë. Dhe në këtë, Partinë Socialiste e ndihmon pikërisht krijimi i këtij kapaciteti shumë të posaçëm të burimeve njerëzore gra dhe vajza që ka në të gjitha nivelet. Prandaj, sot, ne e kemi çuar buxhetin e shëndetësisë, pra kujdesi shëndetësor dhe mbrojtje sociale në 1 miliard euro. Prandaj dhe e kemi trefishuar buxhetin e ndihmës ekonomike. Prandaj dhe e kemi 4-fishuar buxhetin për shërbimet dhe kujdesit shoqëror. Prandaj dhe kemi krijuar dhe kemi financuar 84 shërbime të reja sociale nëpërmjet fondit social për rreth 44.000 përfitues, ku gratë dhe fëmijët në nevojë janë përfituesit kryesorë padyshim. Prandaj dhe kemi 2-fishuar ndihmën financiare për familjet me 3 apo më shumë fëmijë dhe për gratë kryefamiljare me 2 a më shumë fëmijë. Prandaj dhe kemi krijuar programin e veçantë për mbështetjen me subvencionet kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për gati 10.000 nëna të papuna me 3 dhe më shumë fëmijë, për cilat kemi financuar deri tani 25 milion euro. Prandaj e kemi krijuar dhe fuqizuar në vazhdimsi programin e bonusit bebes, duke mbështetur deri më sot afro 3 milion fëmijë të vegjël, bebe, me një vlerë që deri tani ka arritur 170 milion euro. Dhe prandaj, në mandatën e 4, do ta zgjerojmë rrjetin e shërbimeve sociale me 40 shërbime të reja sipas hartës nevojave territoriale, do krijojmë 20 ndërmarrje të reja sociale ku do të punësohen dhe të mbështeten rrethpar gratë dhe vajzat në nevojë. Programi i ri kombëtar Garancia për fëmijët është një nga gjërat më të bukura të mandatit 4, e kemi hartuar sipas modelit Bashkimit Evropian dhe do ta realizojmë në bashkëpunim dhe me bashkëfinancim me Bashkimin Evropian, me synim që të mbështesim rreth 100.000 fëmijë. Njëkohësisht, mandati i 4 do të sjellë një lajm shumë të mirë për nënat e fëmijëve autik apo me aftësi të tjera speciale, për të cilët do të arrisim mbështetjen aktuale deri në 2-fishimin e saj. Parafytyroheni se duket sikur ka qenë 100 vjet përpara, por nuk ka qenë 100 vjet përpara. Kur ne kemi marrë detyrën, kishte 0 asnjë mësues ndihmës në sistem për këta fëmijë. Dhe nënat, jo vetëm që nuk merrin asnjë lloj ndihme të asnjë lloj natyre për fëmijët e tyre, por duhet linin punën, duhet ndërprisin çdo lloj karriere, duhet të mbylleshin tërësisht në shtëpi dhe të bënin një luftë të jashtëzakonshme për të rritur këta fëmijë. Ne, jo vetëm që kemi vendosur për herë të parë mësuesin ndihmës në shkollë dhe kemi ndërtuar një program të tërë për trajnimin dhe fuqizimin profesional të këtyre mësuesve, po sot nuk kemi asnjë shkollë në Republikën Shqipërisë ku ka fëmijë të tillë dhe s'ka mësues ndihmës. Dhe sot janë 2100 mësues ndihmës, që do thot kemi një mësues ndihmës për 2 fëmijë të tillë në shkollë. Por ama nuk do të ndalemi këtu, do të shkojmë më tutje. Ashtu si kundër, nuk e di apat, kemi filluar ndërtimin e klasave
për fëmijët e shtruar në pediatri. Klasa të veçanta me kurikull të veçantë që nga një anë do të ndihmojnë që fëmijët mos mbeten mbrapa në mësime, nga ana tjetër do t'ju krijojnë atyre hapësirë për krijimtari artistike dhe mbi të gjitha do t'u japin atyre ndjesinë që ata janë të mbështetur nga shoqëria dhe shoqëria po i pret të rikthehen. Boll shikosh programin e shërbimeve të veçanta shëndetësore për gratë për të kuptuar se sa e rëndësishme është gjithë kjo që kemi bërë. Nuk është kur shikon shifrat në pamje të parë janë shumë të bukura, por po të shohësh se çfarë implikimesh kanë pastaj gjithë ato shifra, është vërtet diçka historike ajo që kemi bërë. Programet e vaksinimit, programet e depistimit, shërbimeve të kujdesit para dhe pas lindjes, programet e fertilizimit in vitro, si dhe programet e mbështetjes për gjitha ato nëna dhe ato vajza që përballen me kancerin e gjirit dhe qafës mitrës, janë programe të cilat na kanë krijuar bindjen në dobishmërinë e tyre, sepse kemi ndryshuar jetën e shumë njerëzve, e shumë grave dhe të shumë vajzave. Tani, çfarë mund të thuash se është vërtet për të vënduar në kokë, po e mira jonë është që këta nuk i kemi përballë, i kemi shumë mbrapa. Kështu që ne nuk kemi pse humbasim shumë kohë, ndalojmë të kthehemi mbrapa dhe t'ju themi ej, po shiko se kjo s'është kështu. Sepse përpara ne kemi vetëm sfidat tona dhe kemi horizontin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Por kur flasim, ndërkohë që nuk jo rindërtuan, por nuk normalizuan një maternitet të vetëm, nuk kishte Shqipëria një maternitet ku mos të vinte zor dhe mos të vinte edhe për të vjell nga stresi kur duhet ka përceje pragun dhe ku lavdi Zotit kishte dhe ka mjek dhe mami, heronj dhe heroina, se unë nuk e di se ku e gjenë kurajon, ndërkohë që sot ne kemi 6 maternitete tërësisht europiane dhe së shpejti do hapim dyert e një vepre të re në maternitetin tradicional të vjetër historik Mbretëresha Geraldin, që është vërtet një strukturë që tregon në të gjitha anët vlerësimin, ndjeshmërinë dhe respektin ton për gratë, për vajzat, për nënat, për motrat, për bijat. Tek programet e nxitjes punësimit, përmes trajnimeve profesionale, përmes programet të vetë punësimit, përmes subvencionimit pagesave për kopshte e çerdhe, mbulimit kostove të transportit dhe kështu me radhë, ne kemi arritur që numri i grave të punësuara të jetë 63% dhe 28% ishin përfituesit nga programi i startupeve në 2024 gra dhe vajza, në programin e këtij viti, në thirrjen e këtij viti, shkuan në 41% gra dhe vajza. Kemi vite tani më që japim tekstet falas. Duket sikur ka qenë gjithmonë aty. Po në fakt nuk ka qenë gjithmonë aty. Të gjitha familjet pavarësisht të pasura apo të varfra, nëse donin të çonin fëmijët në shkollë, do të blejnë librat. E çfarë librash? Qamet. Qameti kushtonte shumë para. Deri tani ne kemi paguar 80 milion euro për thuajse qerek milion nxënës që çdo vit marrin librat falas. Për herë të parë,
ky shtet jep bursa për nxënësit që vinë nga komunitetet rome dhe egjiptiane. Janë 3500 bursa që marrin fëmijët e familjeve në nevojë dhe që marrin fëmijët e familjeve rome dhe egjiptiane. Dhe unë jam shumë krenar që kemi kandidatën e parë rome për deputet në historinë e Republikës Shqipërisë. Një vajzë absolutisht e shkëlqyer në çdo drejtim, Ina Majko nga Delvina. Kemi hapur një program të ri të detyrave të shtëpisë në shkollë, që është një histori suksesi që zgjerohet vit pas viti dhe që i ofron një mbështetje të madhe prindërve, por tani ka ardhur koha që duke filluar nga Bashkitë Qendra Qarku të fillojmë programin jashtëzakonisht të nevojshëm për prindrit dhe sidomos për nënat të vaktit të drekës në shkollë. Në mënyrë që prindrit dhe nënat që shkojnë në punë të mos kenë asnjë shqetësim ose asnjë nevojë të shkëputur nga puna se po del fëmia nga shkolla, por fëmijët të tranzitojnë nga orët e mësimeve përmes drekës në shkollë në orët e pasdites, ku kemi krijuar edhe hapësirë për sportin. Janë 12.000 fëmijë sot të angazhuar në ekipe sportive në shkolla. Duam dhe do të shtojmë disiplinat, se nuk do bëhen të gjithë voleybollistë dhe basketbollistë, dhe duam që këtë numër ta çojmë në të paktën 20.000. Ndërkohë që nga ana tjetër do të zgjerojmë më tutje programet e artit dhe të zëjeve në shkollë, si dhe programin e fermës në shkollë. Por nuk janë vetëm mësuesit për fëmijët me aftësi speciale, por janë edhe psikologët dhe punonjësit social që ne kemi futur në shkolla dhe i kemi shtrirë në të gjithë rrjetin ton arsimor, bashkë me oficerët e sigurisë, që janë një komponent i ri, që do të shtrihet më tej, në ndërkohë që do të mbështeten, dhe siguria në shkollë do të mbështetet nga një sistem tërësisht inovativ kamerash inteligjente, jo vetëm në shkollë, në oborr, në korridor, por edhe në çdo klasë. Dhe kështu falë edhe partnerit shumë të sigurt që kemi Qeverisë së Emiratit Bashkuara, mbi projektin dhe financimin që e kemi të garantuar, do të realizojmë një projekt sigurie për shkollat që do të jetë avangard të paktën për rajonin tonë. Tani, kur shikon që kemi ndërtuar 53 spitale, dhe nga këto 10 spitale janë ndërtuar krejtësisht rishtas se nuk kanë ekzistuar. Ndërkohë që 43 të tjerët janë shëmbur komplet dhe janë bërë nga e para praktikisht, dhe kur ke përballë ose nga mbrapa, specie që kuajnë për shëndetësinë, lind një pyetje. Na tregoni kur është ndërtuar në Shqipëri spitali i fundit para se ne të merrim detyrën. Na tregoni një spital që është ndërtuar nga e para se ne të merrim detyrën. Duhet të hedhim vështrimin shumë vite më parë. Duhet të shkojmë në vitet 70, duhet të zbresim në vitet 60, duhet të kalojmë në vitet 50, duhet të kalojmë luftën, sepse nuk është as pak humor. Në spitalin e Korçës, sot kantieri ynë vë dorë të shtetit pas 100 vjetësh. Para 100 vjetësh është vënë dora për të fundit. 450 shkolla të reja dhe kopshte, të gjitha europiane, dhe jo shkolla si në çdo vend dhe si kudo në Europë, po shkolla si shkollat e mira të Europës. Dhe 200 të tjera janë në plan të ndërtohen në mandatin e 4. Ndërkohë që jam
jam shumë I energjizuar dhe më vjen shumë mirë ta ndaj me ju sot faktin, dhe këtu do ta mbyll me këtë pjesë, se ju dini që unë flas shkurt, faktin që po jo se nuk qëllon asnjëherë flitet në mënyrë shteruse për gjithë këto gjëra dhe ky është vendi I dur, koha e dur, me njerëz të dur. Faktin që e kemi hapur trasen për të ndërtuar 2 ose 3 aleanca shumë të mëdha strategjike që do shndrojnë. Bani mend sot këtë fjalë dhe në 2030-ën, me ndihmën e Zotit, do shikohemi përsëri, se do vinë mbështesim kryeministrën Grua, do shikohemi për tani do fillojnë gjithë do shikohemi përsëri në 2030-ën. Ja, keni parë, jo, a mund të imagjinoni të shkoni në një takim të madh dhe një grua të fishkëllej? Keni parë? Ja. Keni parë? Dihet. Tha Elisa, vetëm unë jam këtu, jo më që nga dhe një bilbil tjetër këtu. Pusho tani. O rrush, pusho. Qendrën spitalore universitare Nën Tereza do ta shndrojmë në ekselencën e rajonit tonë. Do të bëhet falë gjithë bazës që kemi vendosur dhe po ju them, kemi bërë shumë diskutime, kanë bërë vizita ata me të cilët ne duam të bëjmë këto aleanca dhe po ja u them sinqerisht janë impresionuar nga situata e qendrës spitalore universitare sepse nuk e mendonin në atë nivel investimesh, por do ta bëjmë qendrën spitalore universitare që askush mos ketë nevojë të shkojë askund për të marrë shërbimet më të specializuara po t'i marrë këtu në Shqipëri. Dhe paralelisht me qendrën spitalore universitare do të bashkëngjisim me Universitetin tonë mjekësisë, një nga universitetet më të mira të Europës, dhe Universiteti i Mjekësisë do të bëhet një destinacion akademik jo vetëm për studentët shqiptarë, por për studentë nga gjithë Europa, këtu në Tiranë. Tani, të dashura shoqe, fillon fjalimi I dytë. 4 vjet më parë është e rëndësishme, apo jo? 4 vjet më parë ishte një kohë kur ne po dilnim nga perimetri një tërmeti shkatrimtar dhe ishim në mesin e pandemisë që gjunjëzoi gjithë botën dhe bënim fushatën me maska edhe me distanca sociale. Dhe sot, kur sovrani popull do hyjë në ditët e reflektimit dhe të gjykimit 3 ditor para se tot fjalën e vet në 11 maj, ne ka nevojë, si gjithmonë në këto raste, që kujtohemi vetë se nga jemi nisur, çfarë kemi kaluar për të arritur këtu, dhe pastaj të kujtojmë dhe tjerë. Sepse vetëm duke mos harruar nga vim, mund të shohim me qartësi ku jemi dhe mbi të gjitha mund të projektohemi me siguri në të ardhmen. 4 vjet më parë, si sot, Shqipëria ishte peng, ishte kapur peng nga dinamikat brenda Bashkimit Evropian dhe procesi I fillimit negociatave merrej dhe kthehej mbrapsht duke u refuzuar herë një vend, herë 2 vende, prap ai vendi tjetër, që vinin veton për arsyet e tyre dhe e vërteta është që edhe vetë BE-ja nuk ishte entuziaste për të nxitur zgjerimin. Ne nuk u dorëzuam asnjë ditë dhe gjitha ato zhgënjime nga ato refuzime arbitrare, si dhe gjitha ato helmin që pastaj përgatitej dhe hidhej këtu në të gjitha pjatat e shqiptarëve
sa herë hapnin penxheret e atyre berberhaneve televizive, e kthyem në një forcë të shtuar dhe vazhduam me një ide të vetme. Ne duhet t'i shikojmë të gjitha hapat që bën një vend kur hap negociatat dhe duhet i bëjmë njësoj sikur i kemi hapur. Kur ata të vinë të jenë gati, ne do jemi shumë më përpara se sa të rrim presim që të fillojmë kur ata të jenë gati. Dhe faktikisht kështu ndodhi. Nga ana tjetër, e ngritëm Shqipërinë çdo vit në më lart. Emrin e Shqipërisë dhe pozicionin e flamurit të Shqipërisë. Ndërkombëtarisht, aty ku s'kishte qenë kurrë më përpara. Deri në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndërkohë që Tiranën këtu e kthyem në pikën e referimit ndërkombëtar për rajonin. Dhe erdhën në Shqipëri për herë të parë të gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian në të parën mbledhje jashtë Bashkimit Evropian. Jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk e bën prap. Të tjerat prap atje në Bashkimin Evropian. Por s'kishim parë gjë akoma as ne vetë, se në 16 maj, në këtë 16 maj, 5 ditë mbasi juve ta keni hedhur atë pëlhurën në rozë në të gjithë Shqipërinë, mu këtu, ja këtu ku jeni ju sot, do jenë të ulur për shfaqjen e mirëseardhjes të gjithë udhëheqësit e të gjithë vendeve demokratike të Europës për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ndërkohë që në 2027 tek sheshi përballë do zbarkojnë të gjithë udhëheqësit e Aleancës Atlantikut Veriut për samitin e NATO-s në Shqipëri. Negociatat i hapëm dhe sot jemi aty ku as nuk mund të imagjinoj fare kur ne morëm detyrën. Shqipëria ishte një emër që vetëm ju shkaktonte stres të huajve dhe vlerësoi më shumë si problem i Europës se sa si një antar i mundshëm i familjes europiane. Sot e kemi në tavolinë planin e dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat për 2 vjet dhe për herë të parë kemi në dorë ne, unë, ju, të gjithë dhe të gjitha ato që janë jashtë një mundësi historike, reale, aktuale, që të hyjnë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Për herë të parë janë rreshtuar yjet në favorin tonë, se për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në BE, po për herë të parë është dhe BE-ja që do që ta marrë në gjirin e vet. Dhe prandaj po negociojmë si të çmendur për ta mbyllur në 3 vjet një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tepër. Dhe me qëra fjala se para ca ditësh atë ca javësh doli këneta, nuk kam konferenca, nuk kam hapje kapitull të tjerë, madje Bufi tha që mua më kishin dënuar, më kishin lënë pa ngrënë se isha sjell si bandit. Kur sot u publikua data 14 prill, do me thënë të hënën, për konferencën e 4 dhe do hapim një seri tjetër kapitull. Tani, juve i dëgjoni me siguri, nuk do të diskutoj fare, ata që thonë për çfarë është ky muhabet. Edi Rama 12 vjet kishte kohë të na fuste në BE, tani thot më jepni dhe një mandat tjetër dhe 4 vjet, se tani do ju fus në BE. Thuajini atyre që Mali i Zi i ka nisur negociatat në 2012, kur ne nuk kishim ardhur akoma në qeveri. Dhe Shqipëria, jo që nuk ishte vend kandidat, po ishte delezez. Sot ne jemi në të njëjtin pozicion me Malin e Zi, dhe së bashku me Malin e Zi
konsiderohemi 2 vendet më pranë hyrjes në Bashkimin Evropian. Kur t'ju tundin kokën si kompetent, se e kanë këtë, sidomos burrat shqiptar e kanë këtë që bëjnë kompetentin dhe sa më pak din, aq më kompetent janë, thuajuni që Serbia i ka nisur negociatat në 2014. Dhe deri dje ne serbisi shikonim targën kur i thon Tiranësit këtu. Se ishte shumë përpara. Ndërsa sot Serbia është mbrapa nesh. Dhe ne jemi vetëm 2 vjet larg nga mbyllja e negociatave. Ndërsa kemi dhe një fshinjë tjetër, Maqedoninë. Ndruan emër ata. Imagjinon ndonjëra nga ju të ndrojë emër për të marrë burr. Nëse një dashuri e madhe mund ta bëj, po në fund fare parafytyroheni të ndrosh emër për të marrë burr dhe burri thotë nuk të du. Ndruan emër në 2005. U ishin kandidat në 2005. Ndruan dhe emër dhe janë mbrapa nesh. Prandaj kush e do Shqipërinë bëj? Kush e do këtë vend të bëj prokopi? Duhet ta doj më shumë se partinë. Duhet ta doj flamurin kombëtar më shumë se flamurin e kënetës, sidomos. Dhe të çdo moçalishte rreth saj, se janë krijuar dhe këto moçalishte të reja, që të re kanë vetëm moshën e bufit vogël aty. Dhe duhet si qytetarët na bashkohet në 11 maj, njësoj si që bashkuan shumë njerëz si qytetarë me PD-n në vitin 1992, sepse më shumë se sa më pëlqen PD-ja, s'më pëlqen PD-ja, vendimtar në atë moment ishte fakti se